Jemi thot një familje, mirë po asgjë thot nuk po na shkon marr. Çfarë duhet ne të veprojmë? I doket ndoshta juve. Ka një herë dikush thot e kanë marrë te pozën, doket të vëlla. Pastaj, nëse do ta kemi në parasysh, nëse ne jemi në rrugën e Zotit, jemi të lidhur me Allah, jemi të mbështetur me Allah, mbështetur te Allahu, të ka shpresojmë. Do ta kuptojmë se krejt që e godet muslimanin është hajër. Krejt që e godet muslimanin është hajër. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, që di është puna e muslimanit, që di puna e tina. Krejt punët e tij janë hajër për te. Dhe ki privilegje nuk i takon askujt, vetëm atij. Nëse godet ndonjë mirë tash sharon, e shpjegon. Nëse godet ndonjë mirë, edhe falenderon. Është hajër për te pse? Sepse fiton sevap. Edhe i dha Zotit mira, i dha vladin, pasurinë, shëndetin, edhe ka të mirë, po edhe falenderon, ka plus sevap. Po nëse godet ndonjë e keqe, e jeftë, dhe bën sabër, prapë është hajër për te. Pse hajër për te? Sepse sabri e ka sevapin pa kufi. Edhe është sprovë, dhe te kalenat sprovë. Andaj gjendja muslimanit gjithmonë është hajër. Edhe nëse duket se shkon të poshtë, në sytë njerëzve, po dhe në sytë tu, si punë shëndetit, punë në biznisit, në punë të tjetë përditshme, qoftë nga kudiun, nga shëndeti, nga smundja ka, bën e mend që hajër. Që Zoti po don. Unë aja bona hizmetin të keqes jo, ma që i Zoti, elhamdulillah. Ose, unë pja bëj hizmetin për mirë, pja bëj hizmetin për dalë për lipi punë, pja bëj hizmetin, unë je martu, po du thmi, po nuk po do Zoti. Pja bëj hizmetin, unë po mjekohna, unë po shkejt e mjek të vla, unë nuk po iki mjekimit, por Zoti nuk po dërë më përmirësu shëndeti, dhe me thonë, unë për para ka derët Zotit nuk më i dalë. Dhe thonë, qka arë për Zotit, mirë sa artë, elhamdulillah. Dhe tjenë hajrë, hajrë të madhë.